Murtaja që prek delet dhe dhitë ka rënë në 3 zona të ndryshme në Shqipëri. Ky virus aktualisht është shtrirë vetëm tek fermat me dhinë, Postrip të Shkodrës, Kastriot të Dibrës dhe në Martanesh të Bulqizës. Numri i kafshëve të anzjesuara ka shkuar në 500. Menjëherë pas konfirmimit nga Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, janë zbatuar masat e përcaktuara në planin kombëtar të kontingjencës për PPR-n me qëllim izolimin, kontrollin dhe menaxhimin e situatës në terren. Autoriteti u bën thirrje të gjithë fermerëve dhe mbarshtuesve të deleve dhe dhive që të zbatojnë masat parandaluese, kufizojnë lëvizjen e kafshëve brenda dhe jashtë fermave, njoftojnë menjëherë shërbimin veterinar rajonal dhe në rast shfaqje të simptomave të dyshimta, si temperaturë të lartë, rrjedhje nga hunda, inflamacion të syve, ulje të oreksit, diarre dhe ngordhje të papritura. Për çdo rast të dyshuar, qytetarët mund të kontaktojnë numrin falas 0800 33 66. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka ndaluar importin e deleve dhe dhive nga qarku i Shkodrës dhe Kukësit për shkak të shpërthimit të sëmundjes së murtajës së bagëtive të imta dhe do të shtojnë masat e kontrollit në të gjitha pikat kufitare me Shqipërinë, me qëllim parandalimin e futjes së kësaj sëmundjeje në territorin e Republikës së Kosovës. Murtaja e ruminantëve të vegjël është një infeksion viral që prek delet, dhitë dhe disa lloje të kafshëve të egra me thundra. Sëmundja nuk transmetohen te njerëzit, por ka ndikim të madh ekonomik pasi ul prodhimin e qumshtit dhe mishit.